shikon Evropën nga perspektiva e kosovare dhe Ballkanin Perëndimor nga pozita e dikujt që është në Grac. Elita politike e të 90-tave nuk ekziston më fatkeqësisht, as në Evropë e as në SBA. Bashkimi Evropian është bashkëpjesëmarrës në çoroditjen e brendshme në Kosovë. Nuk duhet Kosova të shihet vetëm përmes asociacionit, përmes dialogut me Serbinë. Ti në fakt ja ke përkushtu doktoraturën tënde këtij koncepti, i cili quhet stabilokraci. Neve po na duhet strategjikisht Serbia, sidomos për litiumin. A është pjesë e stabilokracisë shantazhimi? Nga ana BE-s ka shumë pishmallëqe. Ideja për ndarjen e Kosovës nuk ka rrjedh prej Washingtonit, po kanë shku nga liderët lokal në Washington. Ende ka lider nga opozita të cilët e shesin kartën e ne jemi më bashkëpunues. Pse keni pas një politikë asimetrike mes Kosovës dhe Serbisë? Pse gjithmonë Beogradi duhet të miklohet? Kosova duhet të shihet si partner bilateral. Kosovës duhet të jepet statusi vendit kandidat. Disponimi i popullit të Kosovës është në gjitha matjet në nivel evropian, është pro NATO, është pro Bashkim Evropian, si asnjë vend tjetër. Është gabim të vazhdohet me një strategji të gabuar. Po ta pyeste qeveria e Kosovës Donika Emilin për 3 këshilla gratis, çka të bëj me Bashkimin Evropian sot, çka do të ishte? Rikthimi i Gjermanisë në Ballkan do duhet të shfrytëzohet më mirë nga Kosova. Tash jemi në një botë tjetër. Realitet të ri, komplet. Realitet të ri. Si po duket? Kemi komplet një rend të ri, i cili ende është i panjohur. Kosova do të jetë e gatshme ushtarakisht të jetë në NATO në vitin 2028. Ribrendohesh nga një konsumator në një ofrues të sigurisë, sepse Kosova ka një kapacitet të tillë.